Shumë arsye. Në radhë parë shteti e ka parë universitetin si një mundësi për të rekrutuar militant. Ne dim shumë mirë luftën që bëhet me forumet rinore të partive dhe këto situash forumet duan pikërisht ta profesora me pleqetur me qëllim që të rekrutojnë studentë që t'ia çojnë partive. E dyta është gjithë sistemi i arsimit që ne kemi. Ne nuk kemi universitete, ne kemi gjimnaze. Dhe rrjedhimisht ne ende jetojmë me sistemin bolshevik që është okay të kopjosh dhe autoritetin ose titullin ta jep shteti, ta jep partia. Dhe në këtë kontekst nuk ka pasur llogaridhënie për të ndërtuar ndonjëherë cilësi në arsim. Kjo më pas ka çuar edhe në problemin zinxhir. Pra nëse një profesor është me plagiatur, është i paaftë për të udhëhequr një doktoraturë siç duhet, dhe rrjedhimisht dhe tjetri më pas do bëjë të njëjtën gjë. Modeli i gabuar. Dhe tjetra është mungesa, fakti që nuk është ndëshkuar plagiatura. Ne sot kemi sa raste plagiatur dhe asnjë nga këto raste nuk është ndëshkuar. Kemi rektorin e Universitetit të Tiranës që vazhdon të jetë rektor, kemi ministrat që vazhdojnë të promovohen, pra madje ministrin e arsimit, ministrin e shëndetësisë Ogerdën që është plagjatur e bën ministër e arsimit, dhe madje sot po e bëjmë kandidate për kryetar bashkie të Tiranës. Ervin Demon që është i gjithë i plagjatur nga kryetar bashkie e bëm deputet dhe ministër të pushtetit vendor, dhe rrjedhimisht politika nuk është distancuar nga plagjatura. Një plagjatur në botë është dorëheqje, po është dorëheqje, çdo politikan në botë që shkap një plagjatur ka dhënë me njëherë dorëheqjen. Madje ne kemi një rast nga Spanja ku ministrat, deputetët në CV-t e tyre kishin shkruar diploma që nuk i kishin, thjesht kishin gënjur në CV, jo se i kishin kap një diplomë të falsifikuar dhe dhanë dorëheqjen se u kapën për këtë shkrim, kurse tek ne i kap me kapituj të tërë të kopjuar dhe të vjedhur dhe i mbajnë akoma në punë. Dhe kjo më pas ka çuar dhe largimin e njerëzve të aftë. Sa gjyqe vazhdojnë në Shqipëri, nga fakti që këta kopjac, këta hajdudi intelektual, kanë larguar nga vendet e punës njerëz me integritet dhe njerëz të aftë. Dhe kjo më pas ka krijuar dhe sistemin universitar që ne kemi, që ne pavarësisht se nuk kemi shkencë, pra për publikun, që të bësh profesor, duhet të kesh shkencë. Shkencë do thotë krijosh diçka të re. Pra, unë vërej një fenomen në shoqërinë shqiptare, bëj një studim, dhe ai studim krijon një njohuri të re. Dhe kjo është edhe kujtesë historike për popullin. Ne madje dhe historinë e shkruajnë tjerët. Ne nuk e shkruajmë vetë historinë tonë. Nuk e zbulojmë vetë historinë tonë. Edhe Linin që u zbulua së fundi, pra që jemi një nga